Vajzat e reja sot. E di që më urrejnë të gjitha kur unë flas kështu, por vajzat e reja sot shohin interesin materialin. Dhe nëse shohin dikë që është një ekonomi të mirë, biznesmen apo politikan apo dikush që ka anën monetare mirë dhe që ka një makinë të mirë, se të blejnë sot, të shikojnë dhe çfarë ke veshur, shikojnë një orë të mirë dhe ky është i kapur, domethënë. Edhe nëse ai person mund të jetë i kulluar fare dhe mund të jetë familjari më i mirë, që ka absolutisht që ka familjar shumë të mirë, nuk do ta hedhim poshtë këtë gjë, se jo të gjithë të rrethojnë. Sigurisht. Larg qoftë. Edhe sikur nuk e kanë mend të ngacmojnë vetë, është problem. Është problem, unë di pra, këto burra janë në presionin. Këto burra janë objektiv për gocat e sotme, janë objektiv. Dhe unë di që ka lokale këtu në Tiranë që janë me emër dhe gocat shkojnë Kastile, frekuentojnë atë lloj ambienti sepse aty shkojnë njerëz të mirë dhe mund të peshkojnë.